Egli dhe Gjesti ndahen mes të Sharash Live. Sheri që tronditi Big Brother VIP. Në Big Brother VIP u mendua se u kurorëzua një dashuri. Egli dhe Gjesti u martua mes lotësh, duartrokitjesh dhe premtimeve romantike. Por vetëm 24 orë pas dasmës, gjithçka u përmbys. Një detaj i vogël ndezi një zjarr të madh. Gjesti kishte hequr unazën e martesës. Kur Egli e pa, shpërtheu. Dakord se ta kam njohur suratin, po mos me mbajt as 24 orë më duket çudi. Je i pa fytyrë. Dhe përgjigjja e Gjestit? Nuk mbaj unaz kur, as i martuar, as me grua. Ky debat i tensionuar tronditi jo vetëm Eglin, por edhe gjithë publikun. Në shenjë proteste, edhe Egli hoqi unazën e saj. A është kjo një krizë e momentit apo fundi i dashurisë që nisi para kamerave? Komentet në rrjet janë ndarë. Disa e mbrojnë Gjestin dhe thonë: unaza s'do të thotë gjithçka. Të tjerë janë me Eglin. Martesa kërkon respekt, jo fjalë boshe. A mendoni që do pajtohen? Apo kjo ishte pika e kthesës për çiftin më të komentuar të Big Brother VIP?